Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona dedikojmë Allahut të Madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe askush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Kam menduar të flas sot rreth temës metodat kuranore për edukimin e njeriut. Kurani i shenjtë shpeshherë me prezantimin e modelëve njerëzore të duhura dhe të dashura, si dhe ato të urruar prej shoqërisë, si dhe me krahasimin ndërmjet tyre, e shtyn shoqërinë njerëzore drejt zgjedhjes së vetëdijshme për modelin e duhur. Ashtu siç e dim të gjithë, Kurani famëlart është kushtetuta e jetës njerëzore. Këto vlera të mëdha shpesh burojnë nga dijat dhe programet të shumta edukimi dhe kulturore, të cilat kanë si qëllim lumturinë e njeriut. Një nga metodat kuranore për edukimin e njeriut është prezantimi me shembuj tipik pozitiv dhe negativ nga e kaluara. Njohja me shembuj të përshtatshëm pozitiv e drejton shoqërinë njerëzore drejt mirësisë dhe përmirësimit dhe anasjelltas. Shembujt negativ tregojnë për degradimin dhe degenerimin e shoqërisë. Niveli i edukimit bazohet në nevojat më të ndjeshme dhe fillestare të njeriut, i cili gjatë gjithë jetës së tij ka nevojë për to. Njeriu është një krijesë me qëllim të caktuar dhe ide të qarta, kështu që gjatë procesit të edukimit të drejtë ai orientohet drejt idealeve të tij dhe gjen rrugën e lumturisë së vet. Edukimi ka kuptimin e orientimit, forcimit dhe të aktivizimit të potencialeve të brendshme njerëzore në drejtimin e duhur. Me fjalë të tjera, njeriu ka potenciale të fshehura, të cilat janë në gjendje pasive dhe pa aktivizimin e tyre nuk mund të arrijë dot lumturinë e dëshiruar. Profeti i nderuar i Islamit, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë se njerëzit janë minerale të çmuara, siç është ari dhe argjendi. Mbi bazën e kësaj thënieje, edukimi e pastron dhe e filtron të gjitha papastërtitë brenda njeriut dhe shfaq pjesën e çmuar që ndodhet brenda tij. Edukimi është mjet orientimi dhe organizimi për njeriun. Nëpërmjet edukimit, njeriu i papërpunuar qëndrohet në njeri mendimtar, të emancipuar dhe të kulturuar. Nga pikpamja shoqërore, edukimi është një faktor shumë i rëndësishëm për bashkëjetesën dhe mirëkuptimin në shoqëri. Imam Muhammad Ghazali, dietari i njohur islam, mendon se edukimi është baza kryesore dhe primare e harmonisë njerëzore dhe shprehet. Në qoftë se nuk do të ekzistonin mësuesit dhe dietarët, njerëzit ende do të jetonin me katër këmbë. Me fjalë të tjera, njerëzit nëpërmjet edukimit kanë evoluar nga kategoria e kafshëve në kategorinë shoqërore njerëzore. Nga pikpamja e fesë së drejtë islame, edukimi është në kuptimin e orientimit, perfeksionimit dhe korrigjimit shumëdimensional të njeriut. Roli, vlera dhe rëndësia e edukimit duken qartë sikur të shikojmë ajetet kuranore, të cilat janë të shumta, ku tregojnë se mësuesi, dietari dhe edukuesi më i madh është vetë Zoti i gjithësisë, Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar në ajetin 3 deri tek ajeti 5 të surës Alaq thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Lexo se Zoti yt është më bujari, ai që mësoi njeriu të shkruajë me pend, i mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Sipas ajeteve kuranore, Allahu i Madhëruar është mësuesi dhe edukuesi i të gjithë krijesave qiellore dhe tokësore. Ai është drejtuesi, krijuesi, orientuesi dhe rregulluesi i gjithësisë. Në këtë mënyrë, personi që ndodhet në pozicionin e edukuesit, duke ndikuar mbi të tjerët, i drejton ata drejt lumturisë së vërtet, duke zgjuar, forcuar dhe më këmbur potencialet dhe forcat e brendshme njerëzore. Zoti është një mësues, edukues i madhërisëm.
ndërsa profetët e bekuar gjithashtu janë edukuesit dhe mësuesit më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm të zhvillimit, edukimit dhe emancipimit njerëzor. Zoti i Madhëruar në ajetin 129 dhe ajetin 151 të surës Bekare përmend edukimin dhe perfeksionin njerëzor si qëllimet kryesore të ardhes së profetëve. Në këtë kontekst, perfeksioni, zhvillimi dhe edukimi njerëzor kanë qenë ftesat që profetët e mëdhenj të Allahut i kanë bërë njerëzimit. Ajeti 164 i surës Ali Imran na thot: Allahu u ka thënë besimtarëve dhuratë të madhe kur u solli një të dërguar nga gjiri i tyre, i cili u lexon shpalljet e tij, i pastron nga gjunahet dhe u mëson librin, pra Kur'anin, e urtësinë, diturinë e thellë fetare, edhe pse më parë me të vërtetë ata ishin në rrugë krejt të gabuar. Ekzistenca e shembujve dhe modeleve është tepër e rëndësishme në edukimin dhe orientimin e njerëzimit, sepse njerëzit gjithmonë janë në edukim e sipër dhe kanë si modele shok, miq, të njohur ose njerëz të veçantë të cilët përpiqen të imitojnë. Njeriu, duke patur model dikë, e zgjedh atë model dhe mundohet të zbatojë edukatën, moralin, karakterin dhe sjelljen e tij në jetën e vet. Islami prej që ndjekësit e tij të bën shembuj dhe modele për të tjerët në shoqëri. Për këtë qëllim, karakteristikat e njeriu model për shoqërinë janë përshkruar në Kuranin e Shenjtë në mënyrë që njerëzit të kuptojnë dhe të zhvillojnë këto virtyte brenda tyre. Në surën Hujurat, njerëzit më të mirë pranë Zotit të Madhëruar janë ata që kanë arritur shkallën e virtytshmërisë dhe kanë hequr dorë nga veprimet e papëlqyeshme. Njerëzit model dhe shembuj morali për shoqërinë luajnë një rol vendimtar në zhvillimin, organizimin dhe emancipimin e vetë shoqërisë. Sigurisht që në çdo periudhë zakonisht ka pasur të dërguar, të cilët padyshim kanë qenë shembuj absolut për njerëzimin. Kurani fisnik, shpesh me prezantimin e modeleve njerëzore të dashura dhe të urryera prej shoqërisë, si dhe me krahasimin ndërmjet tyre, e shtyn shoqërinë drejt zgjedhjes së vetëdijshme për modelin e duhur. Modelet e duhura në Kuranin Kerim prezantohen si virtytet me drejtësia, pastërtia, durimi, madhështia, ndershmëria, mirësia, devotshmëria e tjerë. Po ashtu, personat dhunues, mburravec, mendjemëdhenj, satanik, tiran, despotik, mizor, të pafe, keqbërës, përçarës e tjerë, prezantohen në Kuranin Kerim si modele të urryera. Qëllimi i Kuranit Kerim në prezantimin e modeleve të drejta për të ndjekur është që çdo kush pra të di se cila është detyra e vet në jetë dhe çfarë duhet të bëjë për të realizuar atë. Kurani i pastër prezanton personalitetin e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, si modelin më të mirë për të ndjekur në të gjitha dimensionet e jetës njerëzore. Pikërisht për këtë, në surën Ahzab, në ajetin 21, ne lexojmë ajetin kuranor ku Allahu i Madhëruar thotë: "Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allahun." Profeti Muhammed është shembulli më i lartë njerëzor gjatë gjithë historisë njerëzore. Ai përpara se me fjalën e tij të bëjë drita orientuese e njerëzve, me sjelljen e tij e troqi njerëzimin drejt drejtësisë dhe të së vërtetës. Ky profet i nderuar, nëpërmjet mësimeve praktike, u tregoi njerëzve rrugën drejt lumturisë. Imam Aliu në një thënie ka thënë: "Profeti i nderuar çdo ditë më shfaqte një nga virtytet e tij morale dhe më sugjeronte mua të ndiqja ato." Pra, profeti i nderuar i Islamit, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, gëzonte një popularitet shumë të madh dhe në të gjithë botën njihet si modeli i mëshirës, gëzimit dhe i lumturisë. Ai është pasqyra e moralit, për cilin do ashtu, siç thoshte shpesh edhe vetë: "Unë kam ardhur për të plotësuar, perfeksionuar dhe përfunduar moralin njerëzor." Allahu i Madhëruar na bëf prej ndjekësve të drejtë të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe ta kemi atë si modelin tonë në jetën tonë të përditshme, duke bazuar në Kuranin Kerim. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte tema për ditën e sotme. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit dhe ju falenderoj shumë që na ndoqët edhe sot në drita e Kuranit. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.